Me bankën popullore në botën e financave. Bankingu elektronik. Në kushte moderne, gjithnjë më tepër bankat ofrojnë qasje në shërbime në çdo kohë 24/7, zakonisht me qasje në llogari përmes internetit ose përmes ndonjë pajisjeje tjetër. Qasje në llogari dhe pasqyrje saldove dhe transaksioneve të realizuara janë shërbimi i zakonshëm i bankingut elektronik, i cili realizohet duke pasur qasje në llogarinë e transaksioneve përmes internetit nga kompjuteri juaj personal. Banka ju siguron një emër përdoruesi unik në të cilin duhet të shënoni një fjalëkalim që duhet ta dini vetëm ju. Për të paguar transaksione përveç emrit dhe fjalëkalimit tuaj unik, duhet të keni edhe OTP token, fjalëkalim për një përdorim, ose certifikat digjitale të vendosur në USB token që mundson identifikim të menjëhershëm të zotëruesit të llogarisë. Pasi të jeni kyçur në aplikacionin e bankingut elektronik, ju inicioni transaksionin. Pastaj merrni një kod unik tokeni, të cilin e fundi në aplikacion dhe pasoni ratimin transaksionit. Ruani USB në përputhje me rekomandimet e bankës, ai nuk duhet të jetë i kyçur përgjithmonë, por duhet të përdoret vetëm për pagesa të menjëhershme. Përveç në kompjuterin tuaj personal, shërbimet e bankingut elektronik mund t'i përdorni edhe në telefonin tuaj të zgjuar. Me çë rast, bëheni përdorues të bankingut nëpërmjet telefonit celular. Pagesa elektronike gjithashtu mund të realizohet duke hyrë në llogari nëpërmjet ATM-s. Disa ATM përveç tërheqjes së parave të gatshme me kartë, ofrojnë edhe mundësinë e deponimit të parave të gatshme për pagesë të llojeve të caktuara të faturave, zakonisht për disa lloje shërbimesh. Bëhuni të mençur me parat. Mbështetur nga Fondi Evropian për Europën Juglindore.